Hetimi I spakut mbi tunelin e Llogaras zbulon shkelje ligjore dhe financiare, me përfshirjen e zëvend kryeministres Belinda Balluku, ish drejtorit të ARSH-s Ervis Berberi dhe vartësve të tyre. Raportohet për rritje fiktive të faturave, favorizim të kompanisë turke dhe kreditim të paligjshëm të TVSH-s, ndërkohë që inspektorët tatimor lejuan punimet pa dokumentacion të rregullt. Leja e ndërtimit u bë e vlefshme vetëm pas përfundimit të tunelit, duke shkaktuar një dëm të mundshëm prej rreth 10 milion eurosh. Kostot e tunelit u rritën me rreth 50 milion euro, pjesët të cilave mund të jenë përdorur për rryshfete. Rasti tregon mungesë transparence dhe standard të dyfisht nga tatimorët, duke rrezikuar paratë e qytetarëve. Hetimi vazhdon dhe autorët e shkeljeve duhet të mbajnë përgjegjësi penale.